Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Sot do të flasim për një nga problemet më të zakonshme të gjendrës tiroide, hipotiroidizmi dhe hipertiroidizmi. Të dy lidhen me të njëjtin gjendër, por ndikojnë në trup në mënyra krejtësisht të ndryshme. Njëri e ngadalson organizmin, ndërsa tjetri e përshpejton. Dhe për shkak se simptomat mund të ngatërohen me stresin, lodhjen apo problemet e përditshme, shumë njerëz nuk e kuptojnë menjëherë se problemi mund të vijë nga tiroidja. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos u mbesni asnjë video që ju ndihmojnë të kuptoni më mirë shëndetin tuaj. Në këtë video do të shohim çfarë është hipotiroidizmi dhe hipertiroidizmi, cilat janë simptomat më të zakonshme, cilat janë dallimet kryesore dhe cilat ushqime apo pije mund të ndihmojnë si pjesë e një stili jetese më të balancuar. Çfarë është hipotiroidizmi? Hipotiroidizmi ndodh kur gjendra tiroide prodhon më pak hormone siç duhet. Kjo bën që shumë procese në trup të ngadalsohen. Metabolizmi bëhet më i ngadalt, trupi prodhon më pak energji dhe organizmi fillon të funksionojë me ritëm më të ulët. Ky është një nga çrregullimet më të zakonshme të tiroides, sidomos te gratë. Simptomat e hipotiroidizmit. Simptomat zakonisht zhvillohen gradualisht. Disa nga më të zakonshmet janë lodhja vazhdueshme, shtimi në peshë, ndjecia të ftohtit, thatësia e lëkurës, rënja e flokëve, koncentrimi i dobët dhe kapsllëku. Disa njerëz ndihen vazhdimisht pa energji edhe kur flen mjaftueshëm. Për shkak se simptomat zhvillohen ngadalë, ato shpesh ngatërohen me stresin ose moshën. Çfarë është hipertiroidizmi? Hipertiroidizmi është e kundërta. Në këtë rast, gjendra tiroide prodhon më shumë hormone siç duhet. Si rezultat, organizmi fillon të punojë më shpejt se normalisht, metabolizmi përshpejtohet, zemra rre më shpejt dhe trupi harxhon energji më shumë se zakonisht. Simptomat e hipertiroidizmit. Simptomat më të zakonshme përfshijnë rrahje të shpejta të zemrës, humbje të peshës, djersitje, nervozizëm, dridhje të duarve, pagjumësi dhe ndjesi ankthi. Disa njerëz ndihen vazhdimisht të tensionuar ose sikur trupi nuk mund të qetësohet. Në disa raste mund të shfaqen edhe dobësi muskulare ose ndjeshmëri më e lartë ndaj nxehtësisë. Dallimet kryesore mes tyre. Mënyra më e thjeshtë për t'i kuptuar është kjo. Hipotiroidizmi ngadalson trupin. Hipertiroidizmi përshpejton trupin. Tek hipotiroidizmi shpesh njerëzit ndihen të lodhur, shtojnë peshë dhe ndihen të ftohtë. Tek hipertiroidizmi shpesh humbasin peshë, kanë energji nervoze dhe ndihen të nxehur ose të shqetësuar. Të dyja mund të ndikojnë në zemër, humor, gjumë dhe cilësinë e jetës. Ushqimet që mund të ndihmojnë. Ushqimi nuk e zëvendëson trajtimin mjekësor, por mund të ndihmojnë në mbështetjen e organizmit. Tek shumë persona, një dietë më e balancuar ndihmon në kontrollin më të mirë të energjisë dhe metabolizmit. Ushqimet që shpesh rekomandohen janë peshku, vezët, arrat, perimet, frutat dhe ushqimet me sasi të balancuar jodi. Seleni dhe zinku janë gjithashtu minerale të rëndësishme për funksionin e tiroides dhe gjenden në arrat braziliane, mish, vezë dhe fara. Por teprica e jodit mund të jetë problem tek disa persona, prandaj suplementet nuk duhen marrë pa këshill mjekësore. Pijet dhe zakonet që mund të ndihmojnë. Nuk ekziston një pije magjike për tiroiden, por disa zakone mund të ndihmojnë organizmin. Hidratimi i mirë, gjumi i rregullt, ulja e stresit dhe aktiviteti fizik i moderuar. Disa njerëz konsumojnë çaj xhenxhefili, çaj kamomili ose pije të ngrohta qetësuese për të ndihmuar relaksimin dhe mirëqenien e përgjithshme. Megjithatë, problemet e tiroides nuk trajtohen vetëm me një pije apo kura shtëpiake. Pse diagnoza është shumë e rëndësishme? Simptomat e tiroides mund të ngatërohen lehtë me shumë probleme të tjera. Prandaj, analizat e gjakut si TSH, T3 dhe T4 janë mënyra më e saktë për të kuptuar çfarë po ndodh. Trajtimi ndryshon sipas problemit dhe duhet të përcaktohet nga mjeku. Vetrajtimi ose përdorimi pa kontrollueshëm i suplementeve mund të përkeqësojë situatën. Hipotiroidizmi dhe hipertiroidizmi janë dy probleme të kundërta, por të dyja mund të ndikojnë fort në energji, metabolizëm dhe mënyrën si ndihet trupi çdo ditë. Kur tiroidja humbet balancën, organizmi zakonisht fillon të jap sinjale gradualisht. Dhe sa më herët të kuptojnë këto sinjale, aq më e lehtë bëhet kontrolli dhe trajtimi i problemit. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla, bëni subscribe, like dhe comment.